Vjosa ka dalë sërish nga shtrati, niveli i lumit ka arritur në kuoton 7.5 metra duke bërë që një pjesë e pazarit të vjetër të përmbytet sërish. Rreshtit e rëna me intensitet gjatë ditëve të fundit kanë bërë që Vjosa të alarmojë edhe një herë autoritetet. Mëngjesi i kësaj të diele ka vënë sërish në lëvizje autoritetet vendore si Bashkinë dhe Prefekturën, por edhe banorët e zonës Mifolit ose të njësisë administrative Novosel. Niveli i Vjosës ka shkuar në kuotat 7.5 metra mbi nivelin e detit duke përmbytur sërish pjesën e pazarit ose tregun e Gjysë Gjallë pranë urës së Mifolit. Ndërkohë që Vjosa po mbajnë në monitorim nga autoritetet, nëse do të ketë sërish prurje edhe më të larta, normalisht do të ndërhyet me evakuimin e personave, por deri në këtë moment situata nuk paraqet rrezik real. Lumi më i egër i vendit Vjosa po tregon edhe një herë se nuk njeh limite me prurjet e saj duke rrezikuar banesa dhe familje. Be 20 banesa në Bishan, të cilat po pastronin ende lumin e mbetur nga përmbytjet e 2 ditëve më parë, u alarmuan sërish për një tjetër përmbytje brenda 48 orëve. Ndërkohë, çarja e argjinaturës që solli përmbytje në Bishan bëri që njësia administrative Novosel të izolohej mbrëmjen e së shtunës. Përveç Vjosës, problematika janë regjistruar gjatë natës dhe në Llogara, ku rreshtit e dëborës kanë vështirësuar qarkullimin. Autoritetet kanë njoftuar drejtuesit e mjeteve të qarkullojnë vetëm me zinxhir, ndërsa në qafën e Vishës, Bashkia Himar ka pasur sërish rënje gurësh, duke detyruar autoritetet rrugore të vendosin bariera për të shmangur çdo incident të mundshëm.